marrë me më mbëjt flas, se I di dy gjëra, se po bërtas, se këtu kam vesh dhe muret moj, se përhapet lajmin në përlagje, pastaj jo unë me tash e theme, jo unë I marr njerëzit me llafe e kështu e ashtu. Tani më thujti mu një rast që moza e ka pas shtëpinë nxit dritë. Asnjëherë. Man men I kemi shku një herë për të kujtohem. I kemi shku një herë, kishte martu çunin, nuk e di, shkum për kafe, për t'i pi kafe për çunin e diçka e tillë, shkum në shtëpia saj, kishte bler gjithë rrok, ma çorape, brek, kishte futur tani nga dhoma gocës, e kishte ndër në hapadashje, edhe duk gjithë rrumuja aty, kishte pastru vetëm hallin, sa për mos me e pa njerëzit atë kur vini me pi kafe mos me e pa rrumuj. Tu për faqezes. A mi bëhet ashtu s'bëhet. Pa tash Pranaj, unë çunin tim, e kam çun kalamanin tim, edhe e kam su tak, me lame, shplam, me gatu, me prit mysafirët, ajo thot, se s'ka gjë se kur shkoj ke burri do I mësoj. Pa aman me aman. Do shkoj atje nesër pas nesër do shkoj ke burri, ke vjera, do thoj, po pse, kush ka rrit ty kështu? Turp e faqezes. Edhe kush do I haj pastaj moza do I haj gjitha llafet. Sot I madh. Ne muhabet po bëjmë, muhabet. Në këtë kaferat, fliske ti goca mozës shumë e mirë, jo moza e ka shpinën shumë të mirë, ashtu. Më më falë të ta shikot. Hajde, pjetë kaferat.